Deri më sot nuk e kemi ditur se uthulla e mollës kuron një problem që prek më së shumti moshat mbi 50 vjeç. Do të ishte e kohë t'ju pyesmin në qoftë se e njihni uthullin e mollës, pasi kemi treguar shumë për të në videot tona. Ajo është e pasur gjithashtu me kalcium, magnez, potazh, flor, hekur, fosfor, vitaminat A, B1, B2, B6, C dhe E, acid acetik, pektin, beta-karotene të tjera. Pa diskutim që ky produkt është një depo e lartë të vlerave ushqyese. Gjithashtu, por këto vlera shkojnë nëpërtej shijes së mirë dhe ushqimit që përdoren edhe në kozmetikë dhe në pastrimin e shtëpisë. Uthulla e mollës është një eliksir i vërtet për shëndetin e njeriut. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Studime të ndryshme kanë provuar se konsumi një lugje çaji uthullmolle ndihmon drejt për së drejti në gjendje të tilla shëndetësore, siç janë: ndihmon në përmirësimin e peshës ideale. Siç dihet, gjatë gjumit realizohet një proces shumë kompleks siç është filtrimi dhe eliminimi i toksinave të trupit. Uthulla e mollës jo vetëm që përshpejton atë, por nxit edhe metabolizmin të djegës sa më shumë kalori. Ajo ka fuqinë të shpërbëjë brumrat, kurse antioksidanti soj kryesor pektin i jep trupit tuaj ndjesinë e ngopjes. Lehtëson dhimbjet e fytit. Uthulla e mollës ka veti të mira antibakteriale dhe antiinflamatore që dobësojnë edhe fuqinë vepruese të bakterieve në rastin e virozave ose edhe kur keni gjithashtu inflamacione të laringitit. Do të përmirësojë nivelet e sheqerit në trup. Uthulla e mollës do të nxjisë prodhimin e insulinës në gjak dhe shërben edhe për shpërbërjen e karbohidrateve, të cilat qarkullojnë në organizëm dhe çojnë në shfaqjen e sheqerit të lartë në trup. Uthulla e mollës është një zgjedhje shumë e mirë ushqyese për shëndetin tuaj. Përdorimi i saj në mënyrë të rregullt me stomakun bosh e tretur në ujë mund të përmirësojë edhe lehtësimet e tij. Uthulla e pafiltruar e mollës është e pasur me fibër që mbron stomakun. Përveç tretjes dhe problemeve të paksuara me stomakun, uthulla do të shërbejë edhe si laksativ, duke zgjidhur çështje siç janë konstipacioni. Uthulla do të shërbejë edhe si një rregullues i pahashit. Uthulla e mollës ndihmon në rikthimin e ekuilibrave të pahashit, veçanërisht të lëkurës dhe të flokut. Ju mund ta aplikoni atë në lëkurë dhe në flok çdo mëngjes dhe në mbrëmje, duke tretur në ujë për të marrë efektet më të mira të mundshme. Ajo është gjithashtu një lehtësues kundër infeksioneve. Myku dhe infeksionet janë një rrezik i vazhdueshëm për organizmin që shpesh del jashtë kontrollit. Uthulla e mollës përbën një recetë shumë të mirë kundër mykut që prek zona të ndryshme të trupit. Do të ndihmojë në rregullimin e luhatjeve të sheqerit në trup. Studimet kanë treguar se konsumi i uthullës së mollës ndihmon në ngadalësimin e tretjes së karbohidrateve të thjeshta. Kësaj trupi arrin të rregullojë nivelin e sheqerit në gjak. Disa studime kanë zbuluar se konsumi i uthullës së mollës para gjumit ndihmon në uljen e sheqerit, efekt që zgjat deri të nesërmen. Do të keni më pak toksina. Uthulla e pafiltruar e mollës ndihmon në detoksifikimin e mëlçisë. Mjafton të tresni një lugje dhe uthullmollën në një gotë të madhe me ujë dhe ta pini atë rregullisht. Do të ndihmojë për të rënë nga pesha. Uthulla e mollës do të rrisë ndjesinë e ngopjes, sidomos nëse pihet gjatë një vakti të pasur me karbohidrate. Ekspertët thonë se konsumi ditor i uthullës së mollës ndihmon në paksimin e depozitave dhjamore dhe gjithashtu ndihmon për të rënë nga pesha. Përdorimi i uthullës së mollës në dietën tuaj brenda normës do të jetë i dobishëm. Uthulla e mollës është një produkt natyral alternativ nga më të popullarizuarit sot në botë. Megjithatë, ajo që nga lështësia përdoret për lehtësimin e problemeve të ndryshme. Disa përparësi shëndetësore të uthullës së mollës mund të jenë gjithashtu edhe një zgjidhje mjaft e mirë për ju. Gjithashtu, uthulla e mollës duhet të përdoret me kujdes dhe gjithmonë e tretur në ujë dhe asesi direkt nga shishja. Kur tretet në ujë në raportin 50-50, shpesh përdoret si tonik për fytyrën. Duhet të jeni shumë të kujdesshëm kur e përdorni, sepse uthulla është e dëmshme për syt, por edhe për të gjitha ato lëkura të ndjeshme. Dushi nga uthulla e mollës do të reduktojë djegjet. Mund ta përdorni pluhurin e zhytur në uthullmollë dhe ta aplikoni edhe kundër problemeve të tilla.
Lehtësoni infeksionet kërpullore, kështu që uthulla e mollës mund të vendoset në pjesën e trupit që preken nga kërpullat, qoftë kur bëhet fjala për shëndetin e atletit ose kërpullat në thonjtë të këmbëve. Nëse keni kërpulla në këmbë çdo ditë për 30 minuta, t'i mbani në tretjen e uthullës në ujë në raportin 1:5. Ekzistojnë shumë pohime që janë aleat të fuqishëm në dobësim. Shumë njerëz e përdorin në sallata ose e pinë me lëngun e uthullës së mollës me mjaltë në një gotë me ujë 1 herë ose 2 herë në ditë. Konsiderohet që uthulla e mollës eliminon zbokthin. Disa njerëz rekomandojnë aplikimet e përzierjes së ujit me uthull 50-50, duke aplikuar në lëkurë dhe duke lënë që të thahet. Disa të tjerë sugjerojnë aplikimin e disa lugë uthullmolle direkt në lëkurë duke lënë 1 orë ose 2 orë para se ta shplani. Uthulla e mollës mund të provohet si një lehtësues kundër shqetësimeve të artritit. Kjo nuk është gjithashtu si një zgjidhje afatgjatë, por si një lehtësues i momentit. Uthulla e mollës ka përdorime të ndryshme alternative dhe gjithashtu mund të japë shumë përfitime në dobi të organizmit tuaj. Ky produkt mund të ofrojë një shkëlqim të mirë të flokut tuaj. Hidraton fibrat e flokëve. Vendosni disa deg rozmarin në uthull molle për 1 orë dhe më pas e aplikoni në flokun tuaj. E shplani pas disa minutash. Gjithashtu uthulla e mollës do të eliminojë maja dyshe. Para se të shplani flokët, hidhni 2 lugë uthull në gjatësinë e flokut. Do të bëjë që të keni një lëkurë më të bukur dhe më të butë. Hidhni një gotë në vaskën e banjos me uthull molle dhe qëndroni brenda saj për 30 minuta. Këshillohet të bëhet kjo përpara gjumit dhe më pas të lahet trupi në mëngjes me shampo për të larguar aromat. Uthulla vepron edhe si një përmirësues i lëkurës së jashtme. Gjithashtu ajo mund të përdoret si një skrap për fytyrën. Uthulla e mollës mund të japë rezultate të mira edhe për lëkurën tuaj. Hidhni në një tas një lugë uthull molle, një lugë tërshërë pak krip, gjysmë limoni, një lugë bajame të grira dhe i përzieni së bashku me pak ujë të vakët. Masazhojeni fytyrën dhe më pas e shplani atë me kujdes. Uthulla e mollës është gjithashtu një lehtësues shumë i mirë kundër problemit të zbokthit. Për të larguar zbokthin, krihni flokun tuaj me një krër të zhytur më parë në një përbërje me ujë dhe uthull molle, dhe kështu rezultatet që do të keni prej tyre do të jenë fantastike në betejën kundër problemeve të tilla. Nëse doni të mbani larg problemet e akneve, atëherë përdorni uthullin e mollës. Përzieni 2 lugë uthull molle në ujë të vakët edhe me argjil të bardhë. E aplikoni në fytyrë dhe e lini të veprojë për të paktën 20 minuta dhe më pas e shplani. Për pastrimin e fytyrës, këshillohet në momentin kur porat janë të hapura të përzieni ujë të vakët dhe të pastroni fytyrën. Kështu rezultatet që do të merrni prej tyre do të jenë fantastike dhe gjithashtu do të mbani larg shqetësimet e rrullave. Uthulla e mollës është një produkt i cili mund të përdoret lehtësisht në 10 përfitime dhe gjithashtu mund të japë rezultate fantastike në rigjenerimin e lëkurës suaj. Ndaj mund ta përdorni si një alternativë shumë të mirë. Uthulla e mollës është bërë një ilaç mjaft i lashtë popullor edhe më parë është përdorur si në gatim ashtu dhe në mjekësinë alternative. Mendohet se ajo ndihmon edhe në balancimin e luhatjeve të sheqerit në trup, në obezitet dhe në presionin e lartë të gjakut. Thuhet gjithashtu se ndihmon me ekzaminimet e refluksit të acidit në stomak dhe kjo gjithashtu mund të jetë një lehtësues shumë i mirë në rastin tuaj. Uthulla e mollës mund të përshkruhet si një lehtësues i mirë, për shkak se uthulla është një burim i mirë i lëndëve ushqyese si kalium, magnez, kalcium, vitamina C, besohet se është e mirë për trupin tuaj në tërësi. Uthulla e mollës zakonisht konsumohet me ushqime si një shtesë për salca, për sallata e të tjera. Disa njerëz pinë edhe uthull molle të holluar në ujë të nxehtë ose të ftohtë dhe gjithashtu ato mund të përdoren edhe në forma të ndryshme. Ullumtimet kanë treguar se uthulla e mollës ka veti antimikrobike antioksiduese duke përfshirë efektet e tyre antiinflamatore dhe gjithashtu në lehtësimin e shëndetit tuaj oral. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme,
masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.